Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka zhvilluar këtë të premte një konferencë për mediat lidhur me zhvillimin e provimeve të maturës shtetërore 2026. Kumbaro foli lidhur me detajet e organizimit të punës për mbajvajtjen e provimeve, si dhe njoftoi ashpërsimin e rregullave dhe penalizimet me të cilat do të përballen nxënësit dhe monitoruesit në rast të thyerjes së tyre. Janë rreth 114 qendra provimi të maturës në të gjithë vendin, që është një shtrirje gjeografike dhe organizim shumë i madh. Janë mbi 170 monitorues të organizuar në ekipe nga Ministria e Arsimit nëpër shkolla. Është një proces që përfshin të gjithë sistemin e administratës Ministrisë së Arsimit, qoftë ministrisë këtu, qoftë agjencive tona, siç është Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, drejtoritë rajonale, zyrat vendore arsimore, madje edhe agjencitë që në kompetencën e tyre kanë arsimin e lartë, por në këtë moment mobilizohemi të gjithë pikërisht për të siguruar monitorim të plotë dhe proces komunikimi intensiv jo vetëm me mësuesët, por edhe me prindrit. Nga ana tjetër, Kumbaro foli dhe lidhur me programin Pas shkolle, i cili ka nisur pilotimin në 47 shkolla, 45 në Tiranë dhe 2 në Kamës. Ajo u shpreh se programi është pritur shumë mirë nga prindërit dhe shkollat, ndërsa njoftoi se ministria po punon për ndërtimin e bazës ligjore dhe infrastrukturore të tij. Kemi nisur një pilotim në Tiranë dhe në Kamës me 45 shkolla në Tiranë dhe 2 shkolla në Kamës. Edhe kjo është bërë pas një pune shumë gjatë komunikimi me mësuesët, me drejtorët e shkollave, të cilët janë dhe menaxherët e shkollave dhe kanë një përgjegjësi shumë të madhe në organizimin e këtyre aktiviteteve, si nga pikpamja logjistike, ashtu dhe nga pikpamja e mbarvajtjes procesit. Por edhe një komunikim me prindrit. Programi Pas shkolle nuk është program i detyrueshëm. Është një mundësi që u jepet prindërve dhe fëmijëve, të cilët nuk është thjesht për t'i mbajtur fëmijët. Pra, programi Pas shkolle, nëse më lejoni të përdor një term që më tha një kolege e pedagogjisë, nuk është thjesht një parkim ku lëm fëmijët. Përkundrazi, është një plotësim shumë i mirë i programit të detyruar, është një mundësi ndryshe për të edukuar fëmijët, por edhe për t'ju dhënë atyre mundësinë të shfaqin talente që ndoshta brenda kornizave të programit detyruar të matematikës apo të fizikës nuk arrin ta shfaqin. Mëtej, Kumbaro njoftoi se qeveria po nis hartimin e strategjisë kombëtare të arsimit parauniversitar 2027-2032 dhe po rishikon ligjin e arsimit të lartë për ta përshtatur me teknologjinë dhe standardet europiane.